moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe Shikues nderuar, Televizori Shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Historia Shqiptare, jemi në pjesën e dytë të bisedës. Kemi pasur të ftuar kryetarin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zoti Fatimi Idrizi. Është parti që është pjesë e Parlamentit Shqiptar, por kryesisht përfaqëson çështjen Çame për të drejtat e tyre lidhur me genocidin grek që është bërë 100 ca vjet para, vazhdojnë akoma ndaj kësaj popullsie shqiptare. Është një çështje kombëtare shqiptare, por popullsia e kësaj zone duke parë që shteti shqiptar, pushtetarët tanë që paguhen nga vetë qytetarët, nuk e marrin përsipër, nuk janë të aftë që ata të përfaqësojnë hallet e problemet e popullit tonë dhe të shtojnë për zgjidhje në vendet, institucionet ku duhet. Janë pa fuqishëm, ndoshta edhe arsye të tjera do të ketë. Unë nuk dua ta ngatroj të ftuarin me këto probleme, këto janë mendimet e mia, por do të vazhdojmë bisedën pasi ka akoma për të rrëfyer, sepse çështja Çame është vazhdimisht në ndjekje, ka progrese dhe ato do të vinë gjatë bisedës. Zoti Idrizi, ne duhet ishim qytetarë dorës dytë. Për arsye s'ma the. Po ta thash për arsyen. Jo, po ma them kështu që pra edhe herë tjetër. Popullsia Çami ishte ajo që mbante gjallë tensionin me Greqinë siç e mban edhe sot, ëh. Po. Pra ne kërkojmë drejtat tona me shtetin. Në këtë kohë ndihej shumë i kërcënuar nga shteti grek, dhe ky çfarë bëri? Këtë popullsinë që mund t'i hapte probleme me Greqinë e marginalizoi, e bëri qytetar dorës dytë, nuk shkon në fakultete. Baba im i bëri 2 karamajt me shkollë se jam i viteve vonë, mas vitet 80. Dhe shkroi librin Dy popull miq. Bamën, shkoda atje në Dropull e Fkaristoj etj. Duke lënë këtë popullsi të marginalizuar në negativitet. Madje parulla ishte këta çamët që ne i pranuam në Shqipëri, do t'ja shisnin Shqipërisë, pra komplotit të Meseko, flotës 6 amerikane. Madje vitin që kaloi ka qenë 80 vetori i genocidit me shqiptarët e Çamërisë. Dhe PDU-ja bashkë me Shoqërinë Çamëri kanë bërë me 10 aktivitete. Njëri ishte për të sjellë këtu sot shumë interesant. Më ka bërë dhe mua përshtypje. Ne bëm një aktivitet me Institutin e hapjes dosjeve. Dhe unë e falenderoj drejtoresh. Dhe një marrëveshje midis shoqatës Çamëria dhe hapjes dosjeve. Ka qenë tronditse. 200.000 flet të zbardhura, dhe ne po i marrim tani, 200.000 flet survejim i komunitetit shqiptarëve të Çamërisë. Dhe 110 në rang republike. Në rang republike, pa aq ishim ne. Pra 200.000 flet. Dhe midis tyre shoh një, siç bën sigurimin shtetit atëherë, një kështu që ishin direktivat, dhe direktiva ishte që këto çamët, që ishin tradhtarë të Shqipërisë, pra desh ishin flotës 6 amerikane, duhet të trajtohen në këtë mënyrë. Dhe aty brenda ka një material shumë interesant në arkivin e shtetit që unë i kam këto, do të dërgoj. Çfarë do? Një mbledhje në Patos. Një ndërmarrje në Patos kishte punuar mirë. Edhe shkon një deleguar i Komitetit Qendror, edhe kërkon llogari siç kërkoi që kishin bë planin. Ngre drejtoresha, edhe thot, ju të dy aty në fund fare, thot e keni fajin. Ata ishin 2 të mbarum. Thot, çoni ju, thot, pse se keni bë, ju jeni armiq të klasë, ku janë gjëra të tilla. Dhe ky Komiteti Qendror, po është shkruar kjo. Bëhet kurioz, thotë, ç'i bie në qaf atyre të mbarumve atje në fund, se s'kan gjendor. I thot, nuk e dini ju, thot? Ata janë, thot, çamët e tradhtarit të Meseko. S'kishin lidhje ato fare. Pra ky ishte fryma, që kjo popullsi të ishte e marginalizuar, e veçuar, që mos ngrihej dhe të bënte atë që bëm në 90-ën dhe që po bëjmë deri sot. Prandaj vim në vitet 90, kjo ka qenë gjendja, unë kam përjetuar në shtëpi. Pra, baba im ka qenë më i vogël i 7 kalamajve, sepse çunat e 6.000 gocat e hallëzit nuk u bën dot me shkollë, se nuk shkonin në shkollë.
pra marrë shkollë të mesme, futëm punë se nuk është për ne këtë punë. Dhe punët më të rëndomta, pucarë, kështu. Ka këto punë që bësh. Po ku më një veç ata ku shkojmë punësim se ishe çam? Për shumë, baba ime ka akoma në pashaport vendinjen Çamëri, Margëlliç. Pra, dini kush në familje Çam. Po kjo ka qenë atmosfera dhe mos ma vend dyshim se është kështu. Jo, se ka... Jo ndyshim, po është kaq kështu sa mos Unë ndjem keq, kur e shpjegon se s'ka arsye pse të bësh. Po vazhdojnë sot, pa kjo e punë e Çamërisë, e dëgjoj edhe unë sot që nesër. Vinë vitet 90. Unë vetë kam qenë student i dhjetorit, ke 300 themelues të PD-s, antari i grevës surisë, sepse ne kishim pra ne dinim që ky regjim na kishte trajtu keq. Dhe shumë herë edhe ne dhe shumë shqiptar ngatruan antikomunizmin me Partinë Demokratike apo Anasjetës. Dhe shoqata mas Partisë Demokratike, që është në 9 dhjetorit, më që 90, e para shoqat që është krijuar në Shqipëri me 10 janar është shoqata patriotike Çamëria. Me 10 janar dhe të thënjishtë, dhe ka dhe jo me Halil Hyssenin. E kam lexuar. Është bërë PD-ja, është bërë shoqata Çamëria, pastaj kanë vazhdu partitë e tjera. Më shpjegoj, po unë e kam lexuar. Është një eksperiencë e mirë. Dhe atëherë për herë të parë, mas 50 vjetësh, pra shoqata Çamëria dhe Komiteti Antifashist Çam, 45-91. Pra për 50 vjet, 60 vjet sa i bie s'kishte më për Çamërinë. Për herë parë këtu organizuan Çamët që filluan ta përmendin Çamërinë dhe filluan, unë e kam quajtur kombëtarizim i çështjes Çam. Pra filluam t'ia shpjegonim shqiptarëve se çfarë është Çamëria. Dhe këtu duhet bëj një parantezë që të kuptojmë për masat. Çamëria nga pikpamja gjeografike është 5200 km². 5700 është Kosova, a 7500, 5000. Kam një pra është 5% më pak se Kosova nga pikpamja e sipërfaqes, duke futur zonën e Çamërisë, Follorinon, Kosturin. Pra nga pikpamja gjeografike është pothuajse sa Kosova. U sakrifikua në vitin e mbrapsht 1913 nga Shqipëria londineze, atëherë Çamëria dhe Kosova, për të qenë kjo Shqipëri politike që kemi sot. Pra ne u vram për të mbrojtur kjo Shqipëri që mbeti. Dhe unë jam drejtuar edhe kolegët mi në parlament. Çamëria dhe Kosova u sakrifikuar që të jeni ju sot deputet në parlamentin e Shqipërisë. Pra e paguan shqiptarët, kombi shqiptarë me një sakrificë më direkte familjare për ne që kemi jo në kujtimet, po siç thash, kjo padrejti ka shënjuar jetën tonë, nëse një djalë tjetër Tiranës, unë kam luajtur futboll dhe me Tiranën për shkak, është tamëndorën e famshëm. Kishte një jetë qetë brenda asaj kohe, unë vazhdimisht shifja gjyshen time që qante, megjithëse më ruante nga gjyshen nga cili nga nga Margëlliçi. Margëlliçi. Edhe njerëz paqes të cilët neve na ruanin edhe nga kjo e masak e rëndimit të vrasjes, po më thoshte gjithmonë, hapte parathire drejtarja të shpëtim. Edhe kishim një kopësht të vogël ne, aty pa shumë të vogël. Thoshte, shpëtim hate këtu, e hypja unë atë, hame nana. E shef këtë koshti ishte kopshti. E kishim në Çamëri sa të shihte syri. Për mrasë shumë dhaja, dhe është fatmirësisht në këmbë shtëpia ime sot, do t'ja jap që ta çfaqë. Thoshte plot me limua, portokale, e gjithë to frutat më të mira të kohës. Sepse ishim edhe në kohën që ishte problem edhe ngrëna. Krijimi i shoqatës Çamëria ishte një moment kulmor në historinë e komunitetit shqiptar të Çamërisë. E para për të sjellë shqiptarëve që Çamëria është një padrejtësi e madhe historike që është bërë kombit shqiptar. Dhe ato burra në ato kushte kanë punuar shumë për ta risjellë këtë gjë. Sigurisht që unë thash që kishte një tendencë të madhe ky komunitet antikomunist. Dhe shumë herë Çamët mbaheshin si të djathtë. Pra antikomunizmi me të djathtë. Dhe kryesisht është vërtet që votonin kryesisht Partinë Demokratike, pra ishin një rrezuar votash i Partisë Demokratike. Në vitin 2004, shoqata Çamëria i adresohet Parlamentit të Shqipërisë të gjithë krahëve, që për herë të parë Parlamenti i Shqipërisë të kishte një rezolut
të miraton një rezolut ku çtrohet nevoja e zgjidhjes çështjes çame për çdo qeveri shqiptare. Në fakt, në vitin 92 ne kishim një moment mirë sepse parlamenti vitin 1992 e njeh 27 qershorin si ditë e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. E di se përmend këtë gjë? Është genocid apo në 92 apo ishte Genocid. Po do t'i jap se i kam me vete. Pra një si zakonisht thonë masakër. Jo, genocid. Pra kur shpërngulja etnike shoqërohet me vrasje, është genocid. Jo, e di unë që është genocid, po unë them në terminologjinë e politikanëve edhe të mediave si është trajtuar. Genocid. Genocid. Pra ose le të themi zyrtarisht parlamenti e ka njohë genocid dhe do ta njohin gjithë tjerë. E di pse ta them këtë gjë? Sepse un kam që nga viti 2006 që vazhdimisht për 27 qershor, po edhe në raste të tjera, kërkoj 1 minutë heshtje nga Parlamenti i Shqipërisë. Pa përmend emra, më duhet në çdo vit t'i çoj kryetares parlamentit që 27 qershori është ditë e njohur si dita e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. Pra, gjithmonë edhe ata kanë nevojë sot çuditërisht, që ti them ja është ky ligji, se ndryshe pra vazhdon avazimukës. Mund të vazhdojnë të hezitojnë ta bëjnë këtë gjë. Pavarësisht se ne çdo rast e bëjmë se prandaj jemi aty brenda. Është interesant kjo. I them, po pse keni merak këtë gjë? Sepse ja ku është ligji, ja ku është edhe rezoluta që ju detyron ta bëni këtë gjë. Pra këtu jemi, dhe bien dakord me gjithë forcat politike që kjo rezolutë të kalon të Parlamentit të Shqipërisë. Dhe ndodh një gjë pa imagjinueshme sot, që sa herë që i shoh ato pamje, më duket sikur shqiptarët e Çamërisë nuk e kërkuan këtë rezolut tek Parlamenti shqiptar, po e kërkuan o ke Parlamenti serb ose ke Parlamenti Greqisë. Po çfarë ndodhi? Sepse jo vetëm që ajo u miratua nga pikpamja numerike, kryetari i parlamentit tha u rrëzua, por në dyert e Parlamentit të Shqipërisë, ku ishin mbledh shoqata Çamëria, janë rrahur dhe janë gjakosur nga policia shqiptare. Tja pamjet, shfaqje. Po pse? Po, pse nuk e kuptoj dhe unë. Pra, këta kishin radhë dakord, kishin shku në parlament, gjithë shoqata, gjithë antarët, dhe aty krijohet një tension në moment që u pa që u rrëzu dhe ja hy policia dhe i gjakos këta. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për të bërë një gjë tjetër. Shoqata Çamëria dhe këta nuk u miratuan atë periudhë. Nuk u miratuan atë periudhë. U miratua më vonë në 2011. Po e kuptoj. Atëherë, shqiptarët e Çamërisë dhe shoqata Çamëria kuptoi që kjo ndodhi në 2004? Ka qenë Servet Pllumbi kryetar i parlamentit. Dhe ky tani 58 pro. Nja 4-5 kundra, ca abstenun, rrëzohet. Ndërkohë që me që jam i vjetër në parlament tashmë, gjithmonë ju i kujtohet që në fillim votojmë për prezencën. Votimi i parë është për prezencën. Dhe nëse jam 71 në sallë, 50% plus 1, atëherë votimet vazhdojnë edhe 40 me 30 po të dalë. Po, sa i referoj numrit prezencë. Po pra, prezencë. Pastaj unë s'du me votu, kjo nuk e bën nul. Cila ishte arsye që nuk e, se këta janë shqiptarë? Tani arsye të... Ishte politike apo ishte në koncepti këtyre i nivelit tullet të pjesëmarrësve, të deputetëve, apo ishte politike si... Tani, kjo është histori e gjatë, sepse kjo histori vazhdon çdo ditë për ditë në shfaqje të ndryshme. Kemi një fitoren 2011. Nga intimidimi dhe servilizmi i politikës shqiptare, jo vetëm për çështjen çame, sa që bëhet fjalë me Greqinë, por Greqia mban akoma një ligj lufte. Dhe u desh PD-ja në vitin që kaloi, mas 84 vjetësh, që Parlamenti i Shqipërisë të miratonte një qendrim që t'i kërkonte Parlamenti i Greqisë të ishte ligjin e luftës. Pra 25 vjet të luftosh për të... Për atë që është aja e marrëdhënieve të dy vendet dhe thelbi, ishin ligjin e luftës për çfarë po flasim. Në këtë moment, shoqata Çamëria kuptoi dhe kishte pjekurinë për kuptuar që, shiko, duke u lutur herë njërës parë, herë parës tjetër, jo që s'fituam gjë, po morëm edhe një ndëshkim të pamerituar për i çështje kombëtare. Po gjatë kësaj kohe, gjatë periudhës nga 90 deri në 2004, a kemi deputet në Parlamentin Shqiptar Çam? Kanë qenë, ka pas një apo dy, kryesisht nga Partitë Demokratike. Nga Partia Demokratike kanë qenë kryesisht. Fillon bëshin aktivitete për çështjen çame, sigurisht me hapësirë jo të madhe mediatike, me përpjekje shumë të mëdha. Dhe ky ishte moment kulmor, ky i rrëzimit të rezolutës, le të themi Çam.
Atëherë shoqata Çamëria vendos që e vetmja rrugë për të shtyr përpara dhe për të trimëruar politikën shqiptare ishte që të ishin brenda politikës shqiptare. Dhe ka qenë vendimi i shoqatës Çamëria, jo imi, që në vitin 2005 krijohet Partia për Drejtësi dhe Integrim. Është krijuar në 2001. Kanë mundësi të hyrin në parlament si Që subjekt. hyrin në parlament. U futën si subjekt zgjedhor, nuk nxorën dot në parlament. Ndërkohë që unë dola deputet për herë të parë në 2005 nga Partia Socialiste. Pra ata kuptuan që duhet jemi politikisht vetë brenda që t'i shtyjmë, se nga jashtë duke u lut njerëz palët parës tjetër nuk kishte problem. Para se të vazhdojmë te, cili ka qenë arsyeja tek politikanët e lartë asaj periudhe 2005 përpara? Pse ata nuk e kanë parë çështjen Çame si një çështje të natyrshme për të zgjidhur si vetë shteti, Atëherë, vetë parlamenti. në fillimet e saj në vitin 91-92, kryeministri Meksi, në takimin me Mitsotakis dhe Sali Berisha është deklaruar, dhe Rami Zalia me Mohamet Kaplanin. Kaplanin, po i kam parasysh ato. Në vitin 1992, në takimin ato. midis kryeministrit Meksi dhe Mitsotakis, Mitsotakis thotë që shiko, këtë çështje ta hapim çik më vonë, thotë, se plagët janë akoma të hapura. Megjithëse plagët ishin tonë. Madje është rënë dakord që pra ta trajtojmë më vonë, por është rënë dakord që të ngrehen komisionet mikse për ndërtimin e varrezave të partizanëve të rënë në Çamëri. Është rënë dakord. Sigurisht që pyetja është që po mirë, politika shqiptare dhe shteti shqiptar ishte më i fortë në kohën e mbretit Zog, ku sapo ju thashë Medi Frashëri, Rauf Fico, edhe Fanoli më mbrapa, bënin mbrojtje par excellence në lidhjen e kombës, më thonë, në OKB për çështjen Çame. Sot politika shqiptare apo vite më përpara është më e fuqishme se sa shteti në 92-shit, mbante qëndrime dhe rinin përballë. Kjo është një gjë që nuk mund të arsyetohet, por po mundohen. Sidomos mas krizës së vitit 96, ju kujtohet histori mirë. Po, absolutisht. Dhe asaj që ndodhi me Shqipërinë në vitin 97, pra rënies së shtetit shqiptar, pas kësaj Greqia ka pas shumë durët prezente në ekonomi dhe në politikën shqiptare. Pra dobësimi i shtetit shqiptar solli dhe kompleksi, madje në një nga partitë politike në këtë lidhje thotë që morëzuan grekët në 97-ën edhe duhet pas kujdes me ta. Pra vuan nga ky sindrom politika shqiptare. Dobësimi i shtetit shqiptar mas vitit 1997 solli një prezencë të shtuar në ekonomi. Ju e dini, bankat ishin banka greke. AMC-ja e vetmja kompani celular. Në politikë ishte ky kompleksi me disa ministra të cilët zhdukën dhe dosjen Çame e ca gjëra të tjera, nga Ministria e Jashtme. Një ndër ministrat e jashtëm që se unë jam munduar të asistoj të ndihmoj, më thoshte shpëtim, kur kam shku në Ministri të Jashtme, i referohen për shembull zot Bushati, ta kam gjetë një dosje me 2 fletë për çështjen Çame. Imagjinoni? Edhe këto minutazhe që flasim ne, ja kam dhënë unë pastaj, që duhet ishin në rekordet e një shteti normal dhe serioz. Këtu them unë që buron, por trajtoj si justifikim prap, sepse unë gjithmonë e them, një shqiptar që populli i ka dhënë të drejtën që të jetë ministri i jashtëm apo kryeministër, nuk ka ku shkojë më shumë. Se kaq, ku do shkojë njeriu. Dhe se kuptoj do të fare se si të jesh në këto pozicione kaq të larta dhe mos mbrosh interesin e kombit tënd që të ka bërë dhe nderin dhe të ka vu atje. Pra, me këtë që thash, nuk po justifikoj. Në këtë desha të thënë. Është kompleks që nuk e di pse nga buron. Nuk gjej arsye qëndësishme. U kryua PDI-ja, pat një aktivitet shumë të mirë, dhe vim në vitin 2009. Në vitin 2009 PDI-ja arriti që të nxjerrte një deputet nga Vlora. Arrita të dalë dhe unë nga Partia Socialiste. Dhe ky ka qenë momenti që unë vendosa përfundimisht që mund të rish në politikën shqiptare, siç rrinë gjithë të tjerët. Ka shumë parti. Të majtë, djathë, pronat,
po besoj që nëse ka një parti e cila ka një arsye pse rrin parlamentin e Shqipërisë dhe ka një kauzë nga 25 në bën koalicion, nga 70 parti që janë, është Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Unë kam arsyetuar kështu në këtë kohë. Kam qenë komod në Partinë Socialiste për i të vërtetë. Kam qenë drejtuesi i qarkut të Tiranës. Kam qenë antar kryesie. Me thënë drejtë jam deri respektuar. Por kam kuptuar që për shkak të eksperiencës, pra bësha 2 herë deputet, çështja e shqiptarëve çamërisë kishte nevojë për një prani relevante, edhe me eksperiencë politik, që të potencohej. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse vendosëm të krijojmë Partinë për Drejtësi dhe Unitet në 2009-ën, u bëm me 2 zëra në parlament dhe gjërat ndryshuan, ju e keni parë. Unë për herë të parë kam folur për çamërinë vitin 2006, fjalimi im i parë në parlament ka qenë për çështjen e shqiptarëve të çamërisë, shumë emocion i madh ka qenë. Ka marrë me 10 qindra fjalime, po për mua më i bukur është ai i parë, sa herë që i kthehem vetes time. Dhe ne u bëm subjekt elektoral. Pra, tentuam që të kishim forcë elektorale, dorëm shumë mirë në zgjedhjet lokale të 2011-s, arritëm rreth 64.000 vota. Në 2013 më dorëm me 5 deputet, dhe ishte një forcë shumë e madhe. Kjo solli edhe një vëmendje të shtuar, pra u vum në fokus të shtetit grek, madje Këshilli i Sigurimit në atë kohë, i sigurisë kombëtare u mblodh dhe e kishin shqetësim që tani kemi 1 nga minoritetet dhe 5 nga çamëria. Xhelozuam politikën shqiptare, se po bëshim forcë. Këta u xhelozuan për motive tjera, se kishin hënë tortës. Dhe patëm një rezultat shumë të mirë në vitin 2015. Hym fort në reformën territoriale për Bashkinë e Konisporit, e cila nuk ishte në projektin e parë, pra Konispori bashkohej me Finiqin. Dhe kjo do sillte një anomali shumë të madhe, jo vetëm për ne shqiptarët e çamërisë, sepse jo më kot mbreti Zogë quhen dhe Bashkia e Çamërisë, por imagjinoni një gaf shumë e madhe që ne do bënim me duart tona kontinuitetin e Vorë Epirit, sepse nga Greqia do futeshe në një bashki jo më çame, siç është Bashkia e Konisporit, po në një bashki minoritare siç është e Finiqit, që do bashkohej me Dropullin dhe do vinte dhe trekëndçi tjetër me i marrën kjo që po ndodh tani, her pas here. Dhe unë kam hyrë atëherë në reformën territoriale për Bashkinë e Konisporit dhe për të zgjeruar Bashkinë e Himarës, që mos krijoheshin këto, pra duke vazhduar dhe me pjesën e Labërisë, që mos ndodhte dhe se imagjinohej që mund ta kthej prapë kjo histori. Në vitin 2017 ishte një zgjedhje e çuditshme, se Partia Demokratike u bë me Partinë Socialiste, keni parasysh, ju në qeveri, ne ishim vete, dhe megjithëse ne morëm 12.500 vota, që për mua nuk janë vota, janë njerëz që janë çunë mëngjes për të votuar PD-un, e di se janë 12.500 vota, më shumë se sa sheshi Skënderbej plot. Pra, ne xhelozuam edhe politikën shqiptare, po rritesh. Në 2017 mandati i Tiranës që ju mor PD-us dhe imi për 25 vota, ndërkohë që mandati i Tiranës i fundit për Partinë Socialiste doli me 10.000 vota, ne nuk e morëm për 12.500 vota. Dhe mas 2017-s, që ne ishim në opozit, ishte shumë e vështirë për ta mbajtur, sepse filluan gjithë partitë e tjera, sidomos Partia Socialiste, mori pothuajse gjithë kryesinë e Partisë PD-us edhe i bëri drejtora, shefa përgjegjësa në Partinë Socialiste. Në zgjedhjet e 2021-shit, në çdo qark, përpara si fuçin në lista hiç, në çdo qark kishte nga 4-5, këtu ku jemi ne, për shembull, Fieri kishte 8 çam. 8 parti kishin buka i çam. Fieri. Në Vlorë 5, edhe tani 4 ka. Pra gjithë partitë e tjera u turrën tani se marrim çam tani se për çështën çama se flasim. Partia Socialiste këta i mori për të fituar elektorat vet apo ka pasur një qëllim për ta eliminuar partinë çame? Tani nuk mund ta them që edhe si është. Unë mendoj që për pragmatizëm politik, për të ul peshën e PD-us dhe për të rritur tyret, joshëm me pushtet ta tani gjë që ndodh rëndom. Këtë duhet të besojmë. Unë këtë besoj. Unë vetë besoj këtë. Dakor. Në 2021 ne u rreshtuam prapë me Partinë Demokratike, dolëm me 3 deputet. Po ndërkohë përveç çështjes çame, mbajtjes gjallë, aktivitete pafund,
edhe brenda sallës parlamentit, 26 qershori, java çame, promovimi e librash, protestat kur erdhi ministri i jashtëm Grek, dhe kemi qenë vazhdimisht relevant dhe prezent në këtë gjë. Kemi bërë tentativë shumë serioze me një studio britanike, sepse donim kuptonin që a ka zgjidhje nga pikpamja juridike çështja shqiptare e çamërisë. Me një kompanitë më të mëdha të njohura për këtë çështje, dhe njeriu të shpërngulit. Dhe në 2016 e morën një urrë rrëfyes se si zgjidhet çështja shqiptare e çamërisë nga pikpamja juridike dhe legale. Madje kryeavokati i kësaj studio, që ka ardhur shumë herë në Shqipëri, por që mediat shqiptare e kanë memorin e shkurtër, është pikërisht prokurori i sotëm i Hagës. Ky është lajm. Karim Kam. Është lajm. Po nuk ka qenë i fshehur, kushdo të e shifte. E kuptoj, po pavarësisht Ka dhënë intervista në Shqipëri për çështjen Çama, ka marrë fjalime në Kongresin e PD-s, është takuar me kryeministin. Dhe mjafton Google-osh, është po i njëjti që çfarë u arrit? Prokurori i përgjithshëm i Hagës, sepse çështje të tilla për t'i adresuar në gjykatat ndërkombëtare, çështja shqiptare e çamërisë, siç e tham, nuk është thjesht e një komuniteti apo një partie. Pra ne shtym, ne majmë gjallë, kjo është çështje që zgjidhet nga ai që është në pushtet. Ka nevojë që shqiptarët e çamërisë të asistohen nga avokati i shtetit, me që çështja është jashtë Shqipërisë, dhe nga që studio britanike që ka ezauruar nga pikpamje legale drejtës ndërkombëtare, drejtave të njerëzit, që dakordsi që e kemi marrë me fjalë, po deri tani nuk ka funksionuar. Dhe më vjen keq ta them, PD-ja nuk duhet të ekzistonte si parti politike, dhe nuk duhet të ekzistojë në momentin që merr zgjidhje çështja e shqiptarëve të çamërisë. Pse çështja shqiptare e çamërisë? Besoj që është e gjithë shqiptarëve. Nga çështja kombëtare shqiptare, e vetmja pjesë e cila e çështja kombëtare shqiptare, e cila nuk ka bërë një progres dhe një zgjidhje, është çështja shqiptare e çamërisë, sepse fatmirësisht Kosova u bë e pavarur, shqiptarët e Maqedonisë kanë një status shtetformues, edhe shqiptarët e Malit Zi kanë arritur një lloj progresi, e vetmja pjesë e çështjes kombëtare shqiptare që ka nevojë për mbështetjen e gjithë shqiptarëve dhe të politikës shqiptare që të bëjë progres, është çështja e shqiptarëve të çamërisë. Një çështje e drejtë, e drejtave të njerëzit, diplomatike, juridike, politike, dhe unë di që politikanët grek i thonë këtyre tanëve që shiko mos ta fol për çamërinë, pra s'ekziston, ndërkohë që unë jam para jush ekzistoj, dhe si deputet, komuniteti ekziston, rekordi historik janë aty, e drejta ekziston. Dhe kur unë i pyes ministrat e të jashtëm, po mirë, ai ju thotë ju megjithëse që s'ekziston. Po ju çfarë thoni? Sepse që s'ekziston, unë që ekzistoj jam përballë jush, jam këtu në parlament, komuniteti është, rekordet, dokumentat janë. Kush pjesë nuk ekziston? Ekzistenca jonë jemi 300.000. E drejta pronësore, ja ku i kemi tapijat dhe shtëpiat në këmbë. Mund të hajë debat, ajo falje publike që kërkojmë ne, sepse shoqëria greke akoma nuk është kaq emancipuar, sepse për shembull po ju kujtoj. Václav Haveli kërkoi falje publike për atë që kishte ndodhur me gjermanët e Sudetëve. Po të doni ju, po marr një rast që i duket i çuditshëm njerëzve, edhe Hrushchovi ka kërkuar falje publike për atë që i bëri Stalini tartarëve. Sigurisht që do një lloj emancipimi për ta bërë këtë gjë, dhe unë ftoj që politika greke të vijë në këtë kontekst për të mbyllur ca plagë, të cilat po su mbyllën janë aty, shqetësojnë. Pse nuk do harru genocidi? Pse hebrejt e kujtojnë? Që mos ndodhin gjë, mos ndodhin më, padërsi tilla, sepse kur marrëria e nacionalizmit, e urrëties ka shi komshiut, shkon deri në masakra, sigurisht që do ta kujtojmë këtë gjë që mos ndodhi më. Kam një pyetje, jo pa qëllime kam lënë në fund. A mund ta sjellë një statistikë? E besoj që ndoshta ai pa përgatitur për gjëra eksakte, po një statistikë. Cilat janë dëmet që genocidi grek i ka shkaktuar popullit krahinës të Çamërisë? Si është sasia në player, në njerëz dhe disa informacione që njerëzit të dinë të kenë një koncept për
çka bëhet fjalë që folëm deri tani. E para i lindur si çam dhe i angazhuar dhe politikisht për këtë çështje për 15 vjetësh, nuk më lejohet të jem në padije apo mos jemi sakt. Nga pikpamja gjeografike është 7500 km, 7200 km². 7800 është Kosova. Bashkë me Follorinën dhe Kosturin. Pra bëhet fjalë për një sipërfaqe 5% më pak se Kosova. Në një popullsi e cila janë grabitur, djegur 650 fshatra. Me mira gjë e gjallë, janë humbur jetë njerëzish rreth 20% e popullsisë, është përzën 90% e popullsisë, dhe vazhdojmë të vuajmë pasojë sot të kësaj dite si padrejtësi, si shqetësim njerëzor, po të duash ti dhe se drejtat e njeriut. Babai im, vetëm se ka vendlinje çamëria aty ka lind, nuk shkon dot atje, sepse sa shohin pasaportën i thon, babai s'ka shkuar asnjëherë në vendlinjen e tij? U bë gjithë këtë kohë që nuk ka shkuar ndonjëherë. E kam thënë herë mçeftës nga Italia për të parë dhe nuk ka shkuar më. Po jam me 10 pleq që ndalohen kufi sepse kanë vendlinjen e tyre në pasaport. Pra, e drejta e lëvizjes, e drejta e jetës. Ju vetë keni qenë në shtëpia e babait tuaj? Unë kam qenë për herë të fundit në vitin 2006. Nga 2006, 19 vjet nuk keni shkuar? Jo, nuk kam shkuar. Cila është arsyeja? Për shkak të këtij aktiviteti që po bëj dhe për shkak të një tensioni që krijon gjithmonë sa herë që unë them që duhet të shkoj në krajinë e Çamërisë nga autoritetet greke. Ti nuk e di ndalosh ajo në kufi. Tani, unë kam qenë 16 vjet deputeti i Parlamentit të Shqipërisë dhe jam aktualisht. Kam qenë dhe nën kryetar i kuvendit. Dhe sigurisht që sa herë që kam dashur të shkoj, jam munduar që ta bëj këtë në rrugë institucionale në mes ministrisë tonë të jashtme etj. Dhe gjithmonë ka pas ca pengesa, jo siguria, jetës, jo kështu jashtë. Pra, gjithmonë ka një lloj reagimi të tillë. Po besoj që do vi dita që të shkoj dhe unë. Kam një shqetësim që më duhet të çoj të mundsoj më saktë, më përpara që të shkojnë ta pleqt e fundit që kanë mbetur gjallë, sepse nga ana njerëzore ndjem keq edhe ku më thonë çka ke bëj, çka s'ke bëj. Po besoj që s'kemi bërë pak. Jeton në Çamëri? Shumë. Pra, tani merrni një politikan shqiptar, të cilët shkojnë i bëjnë pushime në Vori dhe në park, se mos mas krizës greke të 2007-s, të gjithë atje flasin shqip dhe në dialektin çam. Janë rreth 100.000 sot dhe më ndodhë rëndomt, më marrin politikanë shqiptarë, thonë, shpëtim po të flas nga Vola, nga park, më marr për pushime. Ta të gjithë flasin shqip dhe tani e kuptojmë ne se çfarë vendi i mrekullueshëm është ky, që lufton ti. Dhe unë jam ngret Parlamentin e Shqipërisë dhe them, po janë kthyer gjithë krishterë. Ashtu janë prapë ortodoks. Por nëse derisa vite më përpara ishin vështirë ta tregonin që ishin shqiptar, tani ja tregojnë lirshëm. Lirshëm, po. Dhe kjo është një lajm i mirë kjo. Dhe unë ngrehem dhe i detohem Kryeministit të Shqipërisë shumë mirë për drejtat e njerëzit të minoritetit grek, gjithë minoritetet e tjera. Por pse shteti shqiptar nuk kërkon që shqiptarët e Çamërisë të jenë minoritet shqiptar në Greqi, edhe për reciprocitet? Po, për çfarë duhet ta kërkojmë? Edhe aty të hapim shkolla shqipe. Po a ka ndodhur ndonjëherë? Po ka ndodhur në vitin 1927, pra mas këtyre betejave të Mbretit Zog, në kohën e kryeministit Pangos, shqiptarët morën statusin e minoritetit shqiptar në Greqi dhe u hapën shkollat shqipe atje. Në gjatë bisedës po flasim për genocid. Çfarë kujtoni juve, cilat janë në një diçka që juve keni dëshirë ta ndani me shikuesit si të veçantë? Nga historitë për genocidin. Po, historitë për Çamërinë. Po, historitë për Çamërinë janë pafund. Çamëria, jo një që është një tokë e mrekullueshme, e bukur, e begat, me gjithë to historire që ju thash, dhe që ka dhënë shumë në kolanën e vlerave të kombit shqiptar dhe i bashkohet atyre. Një vend i pasur me histori, me kulturë, që përket se ka i gjë, e dëgjoj shumë rëndom, për shumë zdo të themi termin Çamëri.
ka një shprehje Bismarcku, i thot, shpreha më e drejtë për drejtë e historisë është gjeografia. Pra, ne dim sot që nuk i ndryshojmë kufit, pas nisë na komplekson dot ne që themi që ku shkruar bota, ajo ka qenë zonë e banuar nga Pelazgo, Iliro, Epirioto, Molos, Kaon, Thesprot dhe Çam. Këtë s'mund ta ndryshojmë dot, dhe s'mund ta kemi kompleks. Sepse Çamëria plotson hartën identitare të kombit shqiptar. Në të gjithë hartën e vet. I ka dhënë shumë kolanës së vlerave, pra ne jemi pjesë e kulturës dhe historisë dhe pasurisë së kombit shqiptar. E rënduar shumë nga padrejtësitë. Imagjinoni në një moment që të më thuash hajde hikim Detroit, po do lejmë gjithë lekët e gjithë çka kemi këtu, edhe si do ikim, se në këmbë nuk iket, siç kanë ikë ata. Po ku do e flem sonte natën, Jo më të mbash familjen, të punosh, të bësh në një vend tjetër. Pra kur filloj imagjinoj se çka ka heq gyshi im, baba im, për të na bërë ne këtë sot, që kanë bërë punët më të rëndomta se u thash ç'a ndodhte në atë regjim. Por që ishin ca burra që kur flisin kishin pesh kur flisnin, dhe që arritën në gjithë këtë kalvar që ju thash unë, jo vetëm të na arrisin ta bënin me shkolla, po të na e mëkonin brenda dhe Çamërinë, sigurisht që është një gjë e madhe, emocionuese, edhe që unë i respektoj shumë ata. Nëse do të kujtoj historia dhe rrëfenjat, kam dëgjuar shumë. Dhe i instruktuar nga kjo studio britanike, fatmirësisht para 4 vjetëve, kam arritur që të kem rekordet e rreth 28 çamëve të cilët sot nuk jetojnë më. I kemi marrë si provë juridike, që edhe kur ndronin jetë kishin vlerë, dhe sigurisht është drithëruese e i paimagjinueshme se çka kanë heqë dhe përrituar ata. Dhe unë s'duhet ta ngarkoj këtë studion me histori horror, ashtu siç gjushja ime nuk më tregonte histori horror për mos të ngarkuar memorien e një fëmijëve, edhe psikikën e një fëmijëve, po më tregonte gjithmonë sa e bukur është Çamëria, sa e pasur etj etj. Kështu që betejë për Çamërinë është betejë për identitetin dhe gjenezën e gjithë shqiptarëve. Pra, ne duhet të performojmë, ne duhet të frymojmë shqip dhe si shqiptar, dhe kur bëhet fjalë për Kosovën, dhe kur bëhet fjalë për shqiptarët e Maqedonisë, dhe për Çamërinë, dhe për shqiptarët e Malizit. Se nëse ne nuk e kemi këtë sinergji, do të thotë që kemi akoma një krisi, do të thoja, në atë që quhet ashtë i kombit. Kjo e Rauficës është prapë për t'u treguar. Raufico po diskutojnë ndarja e Çamërisë, sepse Çamëria u vu në sini në kohën që ra Janina, sepse për sa kohë që ishte Janina rrotulloi rreth një qendre. Për shembull, asnjë se tregon në historiografinë shqiptare pse kufiri shqiptar është në kepin e Stillës. Shumë interesant. Shifni në konferencën e Parisit diskutimet e këtyre delegacioneve që thonë, me që ra Janina, pra ne s'kishim më një kryeqendër, atëherë Korfuzi përballë nuk duhet ketë tokë shqiptare, se i humb vlerën. Dhe shifni, fundi Korfuzit është fillimi i kepit Stillës. Në këtë kohë kanë qenë diskutime dhe shkon delegacioni shqiptar, aty ka qenë dhe Raufico. Në atë kohë ministri i jashtëm. Dhe në memuaret e tij ai thotë, shumë herë kjo më mallëngjen, më emocionon. E kam thënë në një fjalim parlamentin e Shqipërisë, ku jam dërsuar kolegëve të mi. Ja kujtoj këtë histori, them Raufico ishte unë ngjujnë ministrit të jashtëm italisë dhe i thoshte, mos na e çopton Çamërinë, sepse pasardhësit tanë do na gjejnë varr me kokën nga Çamëria. Dhe unë pastaj, i them këtyre kolegëve të mi, unë nuk kërkoj që ju t'u lingjujnë, po të çojmë në këmbë. Kaq. Shumë faleminderit. Dhe tani t'jap mundësinë që të komunikoni mes emocionesh, aty drejtojni komunitetit shqiptar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, çfarë mundësie si keni politikën tuaj për të dhënë ndihmën e tyre lidhur me çështjen Çame,
qoftë si organizime shoqërore që ka shumë komuniteti, qoftë si individ që kanë mundësinë në departamentin e shtetit me lidhje senatorësh, kongresmenësh, ashtu si ju e mendoni, urdhoni, kamera është për ju. Faleminderit për mundësinë. Asnjëherë nuk kam vënë dyshim për brezat e tërë të shqiptarëve që kanë jetuar në këtë vend të madh të lirisë, demokracisë, edhe që fatmirësisht nga Zoti është aleati më i madh i shqiptarëve, dhe jo rastësisht. Dhe besoj që çdo shqiptar që është këtu duhet kujtojë dhe të mbajë me nder atë fjalën që ne kujtojmë gjithmonë. Shqipëri mos ki frikë se i ke djetë në Amerikë. Dhe ky është një letmotiv, besoj që është për çdo shqiptar që jeton këtu në këtë vend të madh të lirisë dhe të mundësive. Sigurisht që siç çështja e shqiptarëve të Kosovës kishte nevojë për gjithë shqiptarët dhe lobimet e burrave të mëdhenj shqiptar këtu e takuam sot e Krembardhën. Ka bërë shumë edhe për demokracinë në Shqipëri, po edhe për ashtu edhe shumë figura të tjera. Dhe fal tyre u bë një lobim shumë i mirë edhe shqiptarët e Çamërisë dhe Çamëria e tyre, jo imja, ka nevojë që të adresohet mendimin e tyre pikërisht në këtë vend të madh të lirisë, demokracisë, të drejtësisë, dhe Çamëria ka nevojë për gjithë, edhe për shqiptarët e Amerikës dhe për kudo. Ashtu siç neve dhe shteti shqiptar i detyrohemi shumë diasporës. Mos harroni që sot janë 2.4 milion shqiptarë në Shqipëri dhe 2.3 milion jashtë Shqipërisë. Pra përveç ndarjes në 5 shtete, padrejtisë së vitit 12-s, kemi edhe dy Shqipëri të tjera sot, me shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe këto jashtë, dhe që shteti shqiptar i detyrohet shumë. Dhe sot ne nuk kemi, nuk shoh që të ketë në një parti politike shqiptare përveç PDU-s dhe ta shtelloj në një moment tjetër, një program të qartë se çfarë do të bëjë shteti shqiptar për ta. Është nevojë, është domosdoshmëri, është detyrimi i shtetit shqiptar që t'i adresohet seriozisht për të ruajtur shqiptarët kudo që janë, shkollën shqipe, identitetin, kulturën, gjenezën dhe organizimin për të bërë ata lobusit më të fuqishëm për Shqipërinë, kudo që ata ndodhen. Dhe jo thjesht na sjellin $1 miliard çdo vit në Shqipëri si remitanca, flas për gjithë. Edhe pastaj duke mos i adresuar asgjë se çfarë do bëjmë shteti shqiptar për diasporën, ti themi hajde votoni që të rrahim njëri tjetrin se kush do fitojë në Shqipëri. Diaspora shqiptare ka nevojë që të trajtohet me respekt, me dinjitet, dhe shteti shqiptar i detyrohet shumë që të ruajnë identitetin, të ruajnë gjuhën shqipe për vete dhe për fëmijët e tyre, kulturën, historinë të organizuar, ta shohim diasporën shqiptare si një mundësi shumë e madhe për të investuar në Shqipëri. Kërkojmë nga mosne që të na vinë për të investuar, po unë shoh progresin kudo. Kanë jo vetëm mundësi financiare, po edhe know-how e duhur për ta bërë këtë gjë. Dhe siç kemi qenë deri tani, për shembull shqetëson fakti që për 2.4 milion shqiptar ka 13 ministri, ka 4 ministra shteti, ka 1.000 institucione, kurse për 2.3 milion shqiptarë që jetojnë jashtë dhe që kontribuojnë kaq shumë për Shqipërinë, ka 0 institucione që t'i adresohen atyre. Dhe prandaj ne kemi rivënë atë që kemi pas dhe arritëm mirë, Ministrinë e Diasporës, po jo kështu siç ishte ajo me 2 veta, por një institucion i fuqishëm që t'i adresohet dhe t'i vinë në ndihmë organizimit të diasporave, ruajtjes së gjuhës shqipe, identitetit kombëtar në breza, dhe t'jenë ata ambasadorët, dhe janë ata praktikisht ambasadorët më të mirë të Shqipërisë, kudo që ata janë. Unë ju falenderoj. Faleminderit. Isha shumë i privilegjuar. Televizori shqiptar të Amerikës i është shtuar një vlerë me rrëfimet tuaja, dhe veçanërisht për të plagë të kombit shqiptar që duhet të bëjmë shumë të gjithë, të zhënojnë çdo individ, organizim shoqëror
e pastaj partitë e shtetit kanë detyrime më të mëdha. Për sa kohë që besojmë në Zot, në ndër dhe në kam, gjitha këto kanë shpresë. Me shpresë së bashku të shikohemi përsëri, e do të jem shumë i kënaqur që të bisedojmë dhe për tematika të tjera, të cilat mendoj se komuniteti shqiptar që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shumë nevojë. Të falenderoj. Edhe unë të falenderoj, edhe për kohën, edhe për mundësinë që më jep që t'i adresohen pikërisht shqiptarëve të Amerikës. Faleminderit. Shikues të nderuar, e falenderoj në emrin tuaj kryetarin e partisë PDU-s, duke i uruar suksese në 11 majin me qëllim që fitojnë disa vende në parlament, po të jetë më të mirë çështja kombëtare shqiptare. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në emision tjetër me të ftuar të radhës për historinë shqiptare. Deri atëherë miru pafshim, faleminderit shumë. Faleminderit. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me atë. Ku më nje dhe guri thatë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Ku jela hut shqiptare me vargë malet moshatare, zani në porte e pas keruvet, qysh me je gjeto bashe mu.